miq, e kemi lënë nga pas fushën e mbjellën e misët të Gjoxhnakos dhe tani, dërsa ecëm të rrugës për në qendrën e Libofshës, ndalojmë në një parcel ku një bujk po korr barin. Është punë e ditës edhe kjo në bujqësi, po korr barin se me siguri do të ketë edhe bakti, të cilat do t'i ushqejë me këtë barë që gumullon. Ja ta pyesim. Ej, puna mbarë, përshëndetje. Mbarë pash, misere. Mirë. Unë jam Agimi. Unë Raqinako, nga Libofsha. Emisioni, faleminderit shumë. Emisioni Veriuk është tani këtë qase në tokën tuaj, në parcelën tuaj dhe ju gjej duke punuar. Kaqi. Po, E keni mbjellë me jonç? Po, kemi mbjellë tërfil për lopët. Tërfil është kjo. Është tërfil, jo. Është tërfil. Lopët besoj janë ekonomia e familjes. Lopët me këto që nga në 90 që unë da lopë, në dhe njëshi, ne fshatëm me këto lopë të mi marë. Bravo. Tani ndima s'kemi, gjera s'kemi, me këto. Kam bërë një loj ligji ata që ka më shumë, i marrin këto parat që gjohë që je bota. Kurse, këta, për shumë, ne që kemi... Bujqit e vegjël, pra, që kam pak tokë, pak bakti. Jo, ne që kemi pak bakti, kemi dalë jashtë loje. E të bëjnë ta, veti gjohë japin, veti marrin. Është një lojë kjo. Është një lojë. E që bet. Që ju e ishin kurrizim tuaj këtë lojë. Jo, gjohë që po merë shatari. E kuptoj, po them këtë lojë, e heqni juve në kurriz. Për ne po kumë tërë këta. Po? Se taksat tona ata që, për shumë, jep ndim Evropa, për shumë, që thote për bëj. Po. Kuj mbaja mu blem pleon, për shumë, janë ngre tia, i më ngre mua, ti më ngre mua, kështu vjetë rada. Edhe zinxhirë, rritë çmimit, edhe të ushqimit për bakti. Është bërë shumë e vështirë fshati, tosh më be. Vështirë. Më mirë njerëzit po kujton shokun e në verë, se po kur... Po pse atëherë shkon e mirë punët? Shiko, atëherë kishe veti kështu të që mi e shatin kasme, një ke punoj edhe bërë normë, a i sa të punoj mirë. Kurse sot ti, a i shtri pas një lojt drejtë ty. A i përshamë, ku që ka këstallën, përshamë me ka bërë atje, ku që bëndë, e bërë një madhi. E se i vogli se bëndë të. A i merë dhe këto letë ki gjoj që japë, opim blesa. Ati jepet dima, ati jepet subvencion. Po i takone se ka bërë ligjën e... Atëherë, ju lutem një pyetje tani. Sa to keni juve? Unë këtu kam bjellë tërfil 3 dulim të tërfil. Unë kam këtu në fush, kam gati 14 dulim. 14 dulim, po. Të fush. Të marrë me 7.501? Pa, me ato, se ishim kooperative, ishim punto kooperative, këtu punonim, me të dërëmishin e takon të dëmishim tokën. E mbjell thot juve me tërfil? Kam bjellë tërfil tu, kam bjellë jonç, kam bjellë grur, kam bjellë misër. Biles kam marrë me qëra tjetër, se jo vetë toke. Grur dhe misër për nevojët e familjes, besoj. Apo dhe mund të tregtoni dot? Po kam marrë që këto tjetër me qëra, për shumë, po blektori më shumë, aqë ngell mu të shesin, po është pa vlerë misëri. Më shumë del shpenzimi se sa del ajo, me që një, nuk del asin gjë. Se mos traktoj, dret traktoj, për shumë, ai gjoj që thot ju po merë naftën, po japim naftën, thote. Japim lek tani nga fondi. Për nese, po drejt që dojtë bëj. Ti e ngetë dëllimi me 15.000 lek. E frazon me 13. E blen farën me ulta që mora une me 7.000 lek. Me ulta, me dobda. Se ka me 10, me 15. Tani, plera, ato freza që të bëj, ka kështë bërë gjolë që të takove tje. Këto venë, vetëm mi për traktorisëm, thjesht. Ata mbasën, në njerëzit të ikin të rinë, nuk ka të rinë me, unë jam 60 vjeqë. Moshime, 60 vjeqë, s'ka me këtu, me rë të rinë. Pse s'ka lever ti? E da që ju rojë shëndet mi gjitha? Dhe unë ju rojë punë barë, dhe gëzomi që e faleminderit shumë. Ky vend mori fund, nuk ka me u shkatrua. Që të ikim brezi me i mirë, i rinis, të ikin jashtë. Dhe më do një mik gjesh një punë, kjo nuk ka... Shpresa vdesë fundit miku im. Mirë, ajo diskuto... Jure gjithë të mirat atëherë, shkojnë tani tek... Shko... Ajo makineri e vogël, mirë, zonja ju e bari. Faleminderit. Faleminderit.